Problemi i shumë njerëzve sot nuk është se nuk besojnë se një ditë vdekja do të vi. Problemi është se jetojnë sikur vdekja i përket të tjerëve, jo atyre. Pra ne shkojmë ku? Ne shkojmë funeral, shohim arkivolet, dëgjojmë fjalimet, lotojmë për të tjerët, por kthehemi në shtëpi dhe vazhdojmë sikur jeta jon është e pakufishme. Psalmi 90 vargu i 12 thotë, na mëso të numërojmë ditët tona që të kemi një zemër të urtë. Zoti apelon nëpërmjet fjalës së tij urtësisë njerëzore dhe vendos brenda disa kufive. Na mëso të numërojmë ditët tona dhe të kujtojmë që nuk janë shumë. Çfarë thot Jobi? Jeta e njeriut është pak ditë dhe shumë shqetësime. Pak ditë, sa janë 70 vjet? Asnjë gjë. Po 90. Dikush kur e shikon aty të afishuar jetën e dikujt që përfundojnë në moshën 90 vjeçare apo 95 vjeçare thot, jetoj më o knaq. Është shumë pak. Jeta nuk jetohet me vite, jetohet me ditë, me momente, me vendime që ti duhet marrësh. Jeta nuk shpengohet nesër, shpengohet sot, në ditën e sotme. Pikërisht tani.